rreth Iranit. Këto janë një përmbledhje që unë mendoj që janë shumë të rëndësishme për shikuesit e juaj që të dinë se si ka filluar dhe deri ku ka ardhur. Kostoja është jashtëzakonisht e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse një dron që Irani përdor kushton diku rreth $30,000 për prodhimin e tij, kurse një raketë Patriot që përdoret për përzimin e këtyre dronëve kushton prej 3 deri në $5 milion, dhe para mendoni që nëse ju e lëshoni ushtarakisht ashtu edhe përdoret, e lëshoni një dron, atëherë duhet 2 raketa që të shohen për ta zgjathuar atë dron, dhe kostoja jashtëzakonisht e madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke harxhuar mbi $1 miliard në ditë, dhe unë mendoj se edhe pse presidenti Trump e ka paralajmëruar që ky operacion do të zgjatë dikon rreth 5 javë, unë mendoj që me deklaratën e Shtetit e Bashkuara të Amerikës dhe presidentit të saj sot mendoj se e ka zvogëluar në minimale, dhe siç tha presidenti Trump sot se ne jemi para planit, dhe unë mendoj se shumë shpejt do të përfundon ky operacion, sepse hyrja e forcave toksore mendoj që është e pamundshme dhe do të jetë një kosto jashtëzakonisht e lartë edhe në financim, por edhe në njerëz për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, unë kisha thonë gjithashtu gjatë këtyre 9 ditëve është duke prodhuar një krizë shumë e madhe ekonomike, sepse gryka e Hormuzit nuk është mbyllur faktikisht, por është e vështërsuar dhe është shumë e rrezikuar që të kalojnë tankerët aty me naftë, dhe nafta për shohim edhe në vendin tonë ka bërë një rritje të çmimeve në rajon gjithashtu, po edhe në botë, dhe nëse vazhdon me këtë trend të operacioneve amerikane-izraelite drejt Iranit, unë mendoj se Evropa edhe bota në përgjithësi do të ballafaqohet me një krizë të paparë që nga viti 1934-39 para luftës së dytë botërore, dhe kjo nuk e di sa do të jetë e përballueshme për ekonominë botërore në përgjithësi. Qartë, general, para se të ndalemi ndoshta edhe një herë tek deklaratat e Trumpit për luftën në përgjithësi, dua të ndalemi edhe një herë tek e përmendet edhe ju se qëllimi nuk ka qenë Turqia, ka qenë Çipro. Megjithatë, deklarata e presidentit turk ka qenë e ashpër ndaj Iranit, duke thënë se po prish një micin. Ka gjasa që ndoshta me gabime të tilla që bëhen nga ana e Iranit, që të ketë pra edhe një tjetër raketë që do të bie në Turqi, edhe të ketë një ashpërsim ndoshta të turqëve, dhe të ketë ndoshta një përfshirje të tyre dhe të prishet micia me Iranin? Po, unë mendoj që Irani